E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet më të fundit të Big Brother VIP Albania. Jam i sigurt dhe jam i bindur nga kjo që unë po shoh realisht, e shoh që Miri nuk është se e ka mbaruar akoma misionin e tij. Nëse do të thoni cili është misioni i tij, misioni i tij, sipas bisedës që bëhet, është marrëdhënia të prishet mes Selin edhe Gretës. Natën e mbrëmshme, Selin ishte jashtëzakonisht shumë e prekur, edhe nga fjalët e banorit të ri Rogerti që hyri brenda në shtëpi që i tha që unë po të isha vllau jot, nuk do të kisha lënë të bësh gjëra të këtilla. Dhe aty ndoshta Selin arriti ta kupton që jashtë shtëpisë së Big Brotherit, ajo po komentohet jashtëzakonisht keq, domethënë po flitet për të shumë keq. Vazhdoi tek dhoma e lavanderisë, atje ku në fakt ajo filloi të qan, filloi të loton për të gjithë fjalët që ju than. Dhe në atë moment, domethënë në ato pikë emocionesh që Selin ishte, nëse ne kemi emocione jashtë, jam i bindur që ato brenda shtëpisë kanë 3 herë emocione më shumë, nga që janë një botë e izoluar, botë më vete, botë e mbyllur. Miri i thot, pse kam një bindje unë që ti Gretën e do më shumë se sa ajo ti. Nga që Greta foli mendimin e saj dhe unë jam në mendimin e Gretës, se gjërat duhet toleruar deri ku duhet, po jo të mbështetet Selin edhe kur përdoret kjo karta kombëtare që në fakt është bërë e ripërsëritur, është bërë e tepërt më në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë banorët të cilët nuk kanë lojë përdorin këto kartat me malin dhe pikërisht kjo ishte fjala që Miri u mundua t'ia thotë Selinës. Unë mendoj që në raportin me Gretën, kunatën e vet, Greta është duke mbajtur një qëndrim shumë të bukur, një vajzë me këmbë në tokë, një vajzë që domethënë e merr dashurinë e publikut me vërtetësinë dhe sinqeritetin që ajo ka dhe nuk është se bën filma të këtilla, nuk është se bën skena të këtilla, nuk është se bën drama të këtilla që të jetë në qendër të vëmendjes. Domethënë unë jam kundër këtyre dramave, kam qenë gjithmonë kundër dhe vazhdoj të jem dhe më duket shumë çnjerëzore që një femër të merr përsipër të bëj drama të këtilla, të bëj filma të këtill, vetëm e vetëm domethënë për të qenë në qendër të vëmendjes. Gjithsesi ne do të shohim se çfarë do të ndodhen me këtë çift. A do të jetë Selin e ndikuar nga Miri për të prish marrëdhënien me Gretën? Ato thuajse nuk kanë fare marrëdhënie brenda shtëpisë së Big Brotherit, janë shumë larg njëra tjetrës, por do të shohim se si do të ndodhen kjo gjë dhe çfarë komenti do t'jepet në prajmin e radhës, por Miri e shoh që e ka si mision, domethënë t'i akmeret në një farë forme e Gretës. Dua të marr mendimin tuaj.